Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të dashur besimtar, jemi sot sërish bashk në programin të bukur të Ramazanit. Dhe sot vazhdojmë një temë shumë të rëndësishme për ne. Shoku jon ka përgatitur disa fjalë shumë të mira, që do të na ndihmojnë të mësojmë diçka të re. Le ta dëgjojmë me vëmendje. Pyetja për ju është: pse është i rëndësishëm syfiri? Falënderimi dhe lavdërimi i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Salavatet dhe selamet ja dërgojnë vullës së pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij besnik dhe të gjithë ata që e pasuan deri në ditën e gjykimit. Bismillahirrahmanirrahim. Syfiri është shumë i rëndësishëm, sepse na jep forcë për të agjeruar gjatë ditës. Pejgamberi ynë na ka treguar se në syfir ka bereqet, dhe nëse e pim vetëm një gotë ujë. Kur zgjohemi për syfir, tregojmë se e duam Ramazanin dhe duam ta zbatojmë siç duhet. Syfiri na mëson disiplinë, durim dhe përkushtim. Edhe pse ndonjëherë na vjen gjumë, Allahu na shpërblen shumë për këtë sakrificë të vogël. Niyeti i agjerimit bëhet në kohën e syfirit dhe bëhet në këtë mënyrë: nawaitu an asuma gadan lillahi taala. Kam vendosur të agjeroj nesër për hir të Allahut. E falenderojmë nxënësin për këtë këshill të bukur. Mirupafshim në këshillin e radhës. Allahu ua pranoft agjerimin.